Çdo njeri i vullnetit mirë, çdo ditë, jo veç pune, po edhe për vikend, mundet me arë në qendër tonë transfuzionit edhe me dhuru gjak. Jo çdo njeri që vjen mundet me dhuru, se duhet me plotësu disa kritere, duke u nisur mas pari prej moshës, mandej prej peshës trupore që janë kriteret ma kryesore, mandej vjen tensioni i gjakut, smundjet, a ka kalu ndaj terapi, a ka kalu ndaj smundje, qysh është, a shtatzon, a ka lind, a ka pas ndaj intervenim ma të madh apo ma të vogël, kirurgjik, ka marrë ndaj vakcinë, ndaj nxjerrje të dhombit, apo krejt këto janë disa parametra që do të mi plotësu për me mujt me u fut në sistem për me dhuru gjak. Gjitha këto gjana kontrollohen prej transfuziologut për çdo ditë. Me thonë hapet kartela edhe kalon pjesën e mjekut edhe bëhet një farë bisede informative për gjitha këto senet. Disa ndoshta nuk mujnë me dhonë qatë ditë, po mirë po mujnë me dhonë ma vonë pas një periudhe kohore të caktume. Mirë po disa gjendje edhe refuzon kategorikisht nuk ka mundësi me dhonë ma asnjëherë, varsisht prej gjendjes që është. Ti për shembull e kemi moshën 18-65, mirë po me lejen e mjekut mundet edhe 17 e gjys, ose me lejen e prindit ose kujdestarit, kur i gëzon parametra tjerë të mirë, po mujnë edhe mas moshës 65, kur nuk ka pas të lashe me shëndet deri atëherë. Shembull një vjet, dy, masane mundet me vazhdu, po jo edhe shumë. Jo edhe shumë. Doktoresha përmende që ka edhe persona të cilat në mënyrë kategorike nuk mund të dhurojnë gjak. A na tregon pak cilët persona nuk kanë të drejtë, nuk munden të dhurojnë gjak? Për shembull, po nismi prej që tash kemi shumë të lashe njerëzit që kanë intervenime në zemër. Për shembull te këto të lashet me zemër na i largojmë e qartë. Në mënyrë të përhershme prej dhurimit. Mandej persona të cilët e kanë kalu tuberkulozin. Tuberkulozi asnjëherë nuk kalon krejt, çdo herë mbetet në mënyrë të shefur në organizëm edhe din mu aktivizu. Persona të cilët e kanë kalu malarjen. Mandej persona të cilat kanë pjesë metalike në trup, për shembull. Tash ne kemi një kohë që kemi kalu luftën, ka shumë njerëz që kanë pjesë të granatave në trup. S'do me thonë që është veç pjesë e granatës, po diçka e metalit, sa ajo të ngojnë liron diçka. Organizmi i atij mund mësohet me jetu, po jo ai që e merr.